Jemi në një situatë afërsisht të njëjtë, pra e dim se po flitet për mundësinë e ndonjë rritje në numër të deputetëve, por kjo është një situatë pak a shumë e ngjashme si herën para kësaj. Ne jemi dakord që të veprohet me shpejtësi të krijohen institucionet e vendit, pra të mos vënohet më Kosova, për të pas qeveri Kosova. Tani duhet presim edhe një marrëveshje mes LDK-s dhe PDK-s, për shkak se e dim se blokada është shkaktuar një vit nga kurthet e vendosje, por pashtu nuk kemi pa një gatishmëri të këtyre dy partive për një marrëveshje, edhe këtë për me thjeshtu kush është kryeministri. Aleanca nuk ka qitë kushte dhe nuk qet kushte për opozitën, por tani është momenti që të reflektojmë gjithë, pra të mos e vënojmë vendin, nga ne të dy partit, LDK dhe PDK, e kanë një partner dhe jemi të gatshëm bashkëpunojmë me ta për t'i dhënë vendit shumicën.